Na iku Danja marrë të mirë ti merr zemra Ja publiku. marrë se Zemra s'ka në publiku. gjë. Danja ka dalë për smarit, as se ka prish gojën për kur gjë, as se ka shëmtu vetin për kur gjë. Po prapë se duhet me dal. Sepse hipokrizia është shumë e përhapur. Shumë e përhapur. Shumë e përhapur një hipokrizia. Ka infektu shumë. Unë më njerëzit skandale, dun shpërfytyru, dun njerëzit, se qa, shifti, të bëjmë ne skandalun e të jetu për shamu, dalim lakurit të dy për shamu, la shiftë të bëtë në video tonë. Jeni jeni më të mirë. Vazhdoni kështu. Në komentet, vazhdoni kështu. Amur, bajraktari, gjithashtu. Gjithashtu, pse qa? Se lezova. Është veti mua bet ashtu. Okay. Pra do të thoshin vazhdoni kështu. Jeni më të mirë. Na të u zhvesh. Të u zhvesh. Iku Danja. Po do të mu lande në fund Danja të patën për një shembull të mirë. Apo kena lejetën, arrova, kena lejetën për shembull. Në fakt, për që meritojmë ne as këta që janë aty nuk e meritojmë dhe më thënë me na përfaqësu, na meritojmë më keq. Me kanë shembull i shoqënisë. E kupton? Të një shoq, ja që jena, ja. Ma ban halal, na, jam të thënë na. E ty fol për veti. Na, okay. Un po shoh që më shumë po lozin le banorët jashtë, pse so këta mend. Do mundon me bën do skena do po tha, a kupton ku kam rrit po tha muhabeti. Sa më shumë po lozin ato me mikrofone ashtu me një ata 2-3 batuta se sa banorët mend. Banorët mend nuk janë të lut. S'janë të bën si gjë. Aty nuk po shterron ne dhe aty sulmu Rezanin. Po. Edhe këtyne, edhe Danjes ja vuni fajin ti, ke dalë jarë se nuk ditemi më që ndajmë Rezanës pra. Pra dhe i dole. Dhe më thënë, tanë po një aty e ka mendin e jo, po s'ka problem. Tanë problemi është që aja është të dalë keq, që tjetër aty ka shku në finale, ka kry. Aty s'ke nga e manë pa u rikëthy me fol me diken, edhe për jo konkurencë ka tjerë me nga 130 rikëthime me gjana, që Danja është në të vetme që ka kanë korekte, edhe në argumenta, edhe në situata, në qëndrime. Fakti që ka në me Rezanin, aty s'ke nga manë me nëjtë, së shbasho që e ngusht me Rezanin. Kanë nda një pjesë kost në shpi bashkë, por kjo nuk ka kanë pika e vetme që ka dalë jashtë Danja. Si që tha, ti dojnë njerëz që bëjnë skandale, Danja ka që nuk sa ka që nuk. Që për shembull Danja me Loredani njësoj, veç Loredana thjesht ka një të lidhur se isoj, si më thon. Danja është më me argumenta, më veç për smarit. Problemi është Danja isoj paktën si për mendimin tëm, nuk i ka ra individve, i ka ra sjelljeve. Nëse ka pas një problem me Rezanin ajo, nuk e ka pas me Rezanin, e ka pas me sjelljen e Rezanës në atë rast. Boll që më kanë që po dukeni keq me këtë sjellje që po bani për shembull, po bani, mos u bani Jo, më i ka kjo është kot, kjo është ti e kështu, e kupton? Po pra. Neve plasim për i fije me ja plasin shtyrat i tjetrit kot për i nad. Pra ne kena me emrin se nuk durojmë dot me kanë dikush më mirë se na. Edhe këtu e kam problemin edhe unë. Unë për shembull merrem me këtë gjën për 1 milion sjellje të gabuar tia, edhe veprime që i ka kry. Pa kështu si individ është kret rregull vën jetën e vet se kur s'ka më lidh jeta me të. Asnjë problem s'kam unë me atë. Po merrem me sjelljen si e njëjta gjallë me ky, edhe me këtë. Këtu plasin i fije njerëzit kanë qef kujt ja plasi fytyrës cili emër kujt emër. Pra duan konfliktin e individit, nuk duan riparimin e sjelljeve. Vetëm macme. Ashtu dhe. Vetëm macme. Dhe në këtë aspekt është e shoh edhe ky Big Brother që është komplet bosh, sepse kryesori është që ç'a mendojnë njerëzit? Njerëzit mendojnë kush ja plasi kujt në fytyrë. S'ka rëndësi se qa. E nëzori blof, ja plasi fytyrës, ja mori fytyrën, ja qori masken, ja... Pra, ta një ideja është Mario Jonit ose Joni Mario, se qa s'ka rëndësi. Po kja është bashketa, ma ne përfundojmë këtu që i sonde për shamu kur ardha unë prej punet, ja? Ka marrë gjatë prajmit unë prej punet në shpi. Kishte trafik. O vlla.
Ishte trafik. Dhe pa thëmë këtë se e thot edhe Ledoni veti të shtidon në publicitet tha bani reklamen e giveaway për shkakun Ledoni të edhe tha mos harroni taksirat se ka kanë shumë këto që duhet mi bë follow për atë giveaway që ja ty bë faqja Big Brother. Po kur të keni kohët, kur të shkoni në banjë, dhe me fshi e din veti. Me këtë giveaway-ne, me ato që duhet mi bë follow, e me ato që na kanë bë sponsorizime ne ton. A kupton? Unë shoh Mario Nedën fanse të Getës, Arbin fans të Rozanës dhe Ledionin fans Gjesti. Unë ishtu e kam pa detësh me reagimet dhe me... Neda ka një lidhje sekrete me En. Se herë mas herë e pështon. Mirë sa ta banore. Bërë shumë mirë që i kërkove falje, biles unë pretendoj që edhe Laerti ta japin ty të falin. Pra, a kupton si e lidha e pastron atë gjithkund. Tana herët e pastron atë. Ke bërë një gabim, por ti bërë shumë mirë që i kërkove ndjes. Besoj që edhe Laerti do të të japin ndjesën. Dhe më thënë ajo ja pastron tanë pohën. Në porosi, po tham që i kanë net konstant. Që kanë net konstant nga fillimi deri në fund. Dhe janë koherenta. Janë me Getën. Koherenta pra. Koherenta, se më në gjurë shumë e hapur. Pra, vetë litarë që kanë koherent, janë treshja fantastike, jashtë, që janë një... Po janë si thojnë për shembull në Shkodër diku në Parrucën, në Zdrale, fjalë koherent, si bëhet. Koherente. A në veti që ko ke koherent. Koherente. Dhe pëlqej Ledioni kur tha Donja Gjesti. Pra, kështu dhe duhet të kiti ju sanduiqet. Duhet të kiti. Se s'marrë sanduiq. Nese. Tash po dalin tonë, shu që edhe Donja do delë të sot, s'kishim që me ba. Po dalja doli taman, domethënë siç ka hi, ka dalë konstant. Po për ly, edhe ka dhënë disa mesazhe të mira. Ka që i ky tip as, s'mund të bëj saltro mua për divan ashtu për me bë namin. Pra Donja nuk e kapi finalin, por kapi një respekt biles unë isha ty e pa të shtinë interviste në fundit. Për mendimin të, Donja një studio televizive i duhet. Pa tjetër. Për mendimin. Ala me vajzët, e artikulu me mirë, i zgjallë fjalë për bukuri, edhe hajde shtet. Din edhe me qëndru në skenë. Se janë da që i bëhen si gungache në skenë, ose nuk rinë një vend, rinë në lvizin, se nuk e kuptojnë. Fikse kurume për format televiziv, fikse kurume. Kurse tja është me najt në televizion për i gjatë kretë, sabë kretë. Për këto emisionet e mas ditës, ose për... Ose spektakl, ose rubrikat e djelës, ose këto. Sa dush. Po, është qetë, të në diçka qetë, shtrirë, një emision shtrirë, jo... Art Kondin, atë që shesin piktura. Qëtësi, vetënin. Biles pa ja biden qysh tesh, me bë si Art Kondin, me bë një liber kënd. Me shit libra. Po. Donja, po mos ishte lidhën marrë, jo është, mendoj se do të kishte bë shumë histori të bukur në Big Brother. Doan me një lidhje. Mario, unë nuk jam treqmar, po tham, në loj se Donjën e kanë ngatruar të tanë. Unë po them Donja po ti ishte si më thon beqarisht, do të kishte eca më shumë, sepse është vajzë shumë të ecë. E do të bëte, jetë më duk si Gjibani. Po mirë më po tham if unë nuk po tham qoftë se Donja do ishte beqarisht, do të kishte kap tanë meshkujt aty, po tham do të kishte pas një histori dashurie shumë bukur, se s'ka skenga han aty pos u dashurova, aty duhet më dashuru se s'ban. Dashurë se s'ban. If the aunt has balls, do t'i thoshim uncle. Është shpreje e vjetër nga Texas. Si që thamë atë hyrja, Mario, pra, përveç Donjës, ishte edhe telenovela turko-indiane, Jozi Loredana,
e thash prap, e tham te hyrja, që është një nga grincat që do jepet, që kapem Lennox, tis ma i mu, sta jep ty, tis më puth. Unë puthi, po edhe në shtrat. Ta tregojnë si puth në shtrat, e tjetër, një dë grinca gjanash, që nuk tregojnë seriozitetin e një lidhje dhe duke që e kanë për me shny. Jo si për vëndana mënyrat, Loredana ka ba, ja ka për, i kam dal kundra shtëpisë të shjela dhe me këpa e maj, edhe s'mundet mu të rejkë mrapa, pra të rejqe më se put, edhe Rozana tha mirë që... Poshtë ignoranca. Poshtë ignoranca, eksakt. Titullin biles duhet me avu poshtë ignoranca kësaj emisionit. Poshtë ignoranca. Yes. Marë, edhe Rozana me drejtë tha, dha, kur e shef tjetër që së respekton, i më jepi drejtë tim, e ke i 100.000 herë se ka respektu Jozi, kjo është e këthy, të i ba, unë të duhet të speta. Grinca, më janë atë... Joni komplimente një herë se nga hapja i ke kështu qellu të tana, edhe renditjen. Të shti me që i ke qellu skaletën herë mas herët, jo herë mas herët, po herë mas herët edhe mund të mos e kesh qellu fikë të renditjen, me pjesa tjetër ko kanë identik. Mario, unë e di edhe kush... Mas danjes, kush deli rrallës? Maj suspans. Precu, nuk jam të u përqisë se s'kam lyt mëtsh, se unë prandaj jam i kurum për këtë format. Unë i di tana, unë i di edhe kush e fiton. Po në halli hipoteza, ka edhe këtë variant, keni edhe këtë, po e unë hallin top. Kësh ju zhjilni, po unë që e di se kush e fiton e kush del në tjetër. I di më Mario. Presim të shti në gjarën e gjestit me atë. Kush deli rrallës? Ja, ma sta thamë se ma në e myllën ikin në planë gjumjes. Që ato këtu kush deli rrallës? Ku je? Sa vështirë ka. Ato këtu jo tjetër. Hajde. Kush del mas danjes? Subscribe. He? Kush del mas danjes? Për mu, Jozi. Okej. Ta shohim. Jozi. Jozi. Hajde, zjerm.